Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahun e falenderojmë dhe vetëm nga I falë dhe ndihmë kërkojmë. Unë atë që do ta flas tash, jam I sigurt që ju keni ndëgju, e dini mirë po le të jetë për kujtim për të gjithë ne inshallah. Disa çështje do të përmendim në lidhje me besimin të ndershëm vëllezër. Inshallah Allahu dhe shana pastron besimin dhe na forcon besimin tonë që e kemi. Sepse Allahu në Kur'an thot inna ad-dina inda Allahi l-Islam. Me të vërtet, Islami është feja e Allahu subhanahu wa taala, të cilën e ka caktuar për ne si njerëz në këtë botë. Do të përmendim disa rregulla, mirë po fillimisht rregullat kryesore e pastaj nga dal do të përmendim disa rregulla tjera që ndoshta më pak fliten ose më pak kemi ndëgjuar. Të ndershëm vëllezër, ne si musliman, nëse na pyet dikush posaçërisht në këta vende ku ne jetojmë edhe me jo musliman. Nëse na pyet dikush neve cilat janë kushtet e Islamit, ai di apo nuk I di. Unë jam I sigurt që I di. Mirë po ndonjëherë njeriu ka turp edhe I vjen bare me ja tregu dikujt kushtet e Islamit, që unë mendoj që turpi dhe bara duhet me qenë te vendi vet. Do të thonë e dim si musliman ku duhet me pas turp dhe ku duhet me qenë me pas mbar. Mirë po nëse pyet dikush cilët janë kushtet e Islamit, nuk guxem me u mërzit ne, as me na ardhmare, po duhet me ja tregu me njëherë kushtet e Islamit. Bile duhet me umbur, duhet me u gëzu që dikush interesohet për fejnë tonë. A mos flasim dikush prej muslimanëve mos me I ditë kushtet e Islamit. Unë mendoj që kjo është çështja themelore që ne të gjithë duhet të dimë edhe atë është e patjetërsueshme. Sigur që e dimë shahadetin, I dimë edhe kushtet tjera. Unë do të përmendi kushti I parë është shahadeti, kushti I dytë është namazi, kushti I tretë është dhënia e zakatit, kushti I katërt është agjërimi I muajit Ramazan dhe kushti I pestë është shkuarja në hax për ata të cilët kanë mundësi, pasi që e përmenda haxhin, tash sipas kohës tonë, edhe pse në Arabinë Saudite atje është më para një orë. Haxhiler duhet me qenë tash prej Arafatit, do me thonë mbram kanë shku në Muzdelife në Mine, tash edhe pak nëse ka lind dielli atje, ata I hudhin guralecët në Mina. Inshallah Allahu atyre që janë atje u e ka bon ose u a bon kabul. A neve tjerve inshallah Allah na mundson vitin ardhshëm. Të dërshëm vëllezër, janë disa kushte dhe ligje dhe rregulla që ne I kemi si musliman, mirë po janë disa rregulla që ne I shohim kur I bëjmë. Edhe janë disa rregulla që ne I besojmë, mirë po asnjëherë si kemi pa. Është çështja e besimit, imanit. Edhe nuk guxem ne të mërzitemi shumë kur na thot dikush ju shumë besoni në gjuhën tonë në hava. E pse ne besojmë në hava? Po ju besoni diçka që nuk e shifni, as nuk e prekni, as nuk ja dini shijen. Po me fillu ashtu me bisedu, për shembull, që ata që ati që I shkon mendja me na thonë neve, muslimanve, që ju besoni diçka që nuk shifni, ai vetëm se kur thot kështu gabim e ka. Për shembull, ne si pas hadithit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam besojmë 6 rregulla të imanit. Rregulli I parë është besimi në Allahun fuqiplot.
është të vërtetë që nuk e shohim. Besimin në melekët e tij nuk e shohim. Besimin në librat e tij, Kur'anin e kemi parë. Mirë po libra tjera kanë zbrit original, mirë po tash nuk janë. Besimin në pejgamberët e tij, asë njërin se kemi pa, asë që e kemi taku. Besimin në ditën e gjykimit dhe besimin në caktimin e Allahut. Caktimin askush nuk e din përpose kur ndodh. E tash, në qofse ne besojmë shembull në Zot, edhe në melek, edhe në pejgamber që as që i shohim, as që i kemi taku, edhe dikush në akuzon se ju besonin diçka që nuk duket. Ne shumë sende besojmë që nuk i shohim, ama besojmë. Për shembull, me bëmë ju thonë, unë tash gjumbi nuk ekziston. Çka më thonë ju? Ju mundi me thonë, sa baherë ato, ka mundësi që ke ka gabu. Gjumbi si gjumë, për shembull, ekziston. Një kretë flejnë, kretë vënazën gjumi. A mëse ka po dikush për shembull, se qëta që thonë, ju besonim diçka që nuk shifni, ne i themi, jo, ju flejni ma që nuk i shifni, edhe knaqeni të fletë. Mos flasim për shpirtin e për tash medicina ka përparu, mirë para 100 vetëve, në kishtë thonë dikush që mrejnë në trup e kej këtë pjesë, ti kun hesi ke pa. Po dhe tash nuk i shofim, përposë që ata ehot edhe që ata kamera ta që kanë dalë, vëq ku ta shofsh vetën, atje mrejnë, qka s'pas ka njeri. A më para një kohë, për shemë, nuk i kena ditë. Të ndeshëm vëzër, për atë qka ka feja janë shumë e madhe, edhe vetë me pranuar. Për atë qka këne i nga besimtar. Pse i nga besimtar? Se ne besojmë në Allahu subhanu e tale, sepse Allahu dhe lëshanu në ka mësu, në ka eduku, në ka urdhru në Kur'an, e pastaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sunet, edhe në si pas atyre regullave dhe besim. Mirë, vazhdojmë pyetjen tjetër. Pse Allahu na krijoi neve? Duhet me dhonë përgjigje. Si cili njeri ka drejt me na pyet neve, posaçërisht neve muslimanëve. Kur qef dikush duke rënë sejtë atje, edhe ta ban një pyetje e thot, mirë, ti pasi që i përkule Zotit, çka mendon ti, pse Zoti t'ka kriju ti? A ka nevoj Zoti për mu dhe ju? Ose për realisht për 8 miliard njerëz tash për tash? A i duhemi në Zotit, apo Zotin a duhet neve? Allahu dhe leshanu në Kur'an thot, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Nuk i kam krijuar gjinët janë krijesa që nuk duken, dhe njerëzit përpos se ata të më adhurojnë mua. Do të thot, ne fillimisht në këtë botë kemi ardhur me adhuru Allahun fuqiplot. Ai që e mendon ndryshe e ka gabu. E pastaj njeriu për të adhuruar Allahu subhanahu wa taala ka rregulla. Ka rregulla të lloj-llojshme që duhet ne të çojmë. Ne i kemi hak Allahu subhanahu wa taala të adhurojmë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, haqqullah ala al-ibad an ya'buduhu. Njerëzit të dërshëm vëzër i kanë hak Allahu subhanahu wa taala të adhurojnë. Wala yushriku bihi shay'a. Edhe asnjëherë mos t'i bëjnë shirk.
Mos i bëjnë ortakëri Allahu subhanahu wa taala në çdo gjë. Nëse duhet në Allahun të adhurojmë ose ibadet të bëjmë, pa me qenë se dikush tash unë ai ligjërata është pyetje përgjigje. Pyetja tjetër. Mirë, nëse ne jemi të krijuar për të adhuruar Allahun, çka do të thotë adhurim? Çka do të thotë ibade ose ibadet? Edhe këtë përgjigje duhet m'ia dhon dikujt. Kështu dietarët kanë thonë fjala ibade ose fjala adhurim do të thotë një emër përmbledhës, ismun xhamiun, do të thonë është emër, fjala ibade, fjala adhurim është emër që ngërthen, përmban vetvete shumë të mira dhe shumë adhurime. Çfarë adhurimi? Për shembull lutja, duaja. Duaja adhurim, ibadet. Namazi është ibadet. Friga ndaj Zotit, friga respekti ndaj Zotit. Edhe lloj-llojshmëri të adhurimeve që ne i realizojmë në përditshmëri. Allahu në Kur'an thot: "Qul inna salati", i drejtohet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe thot: thuaj ummetit, inna salati, me të vërtet namazi im, wa nusuki, kurbani im, do më thonë kurbani që do ta therim, wa mahyaye wa mamati, jeta ime në tërsi edhe vdekja ime lillahi rabbil alamin, janë vetëm për Allahun fuqiplot. Kjo është baza. Tash unë i them ne vetëm për Allahun, i thot, po mirë dhe ne se bëjmë jetën edhe për fëmijët e tona. Po për këtë rregull, kush është duke e kundërshtuar? Prindi jeton, punon edhe për mirëmbajtjen e fëmijëve, për edukimin, shkollimin. Mirë po, bazamenti, baza, thelbi për të cilën jemi krijuar ne është Allahu subhanahu wa taala. Ose adhurimi i Allahu subhanahu wa taala. Të ndërshëm vëllezër, mirë po, se cila vepër që e bëjmë ne i shton pyetjet. Tash pyetja tjetër që është shumë normale, mirë thot, nëse ne duhet me adhuru Allahun fuqiplot, atëherë si ta adhurojmë Allahun? Do ka rregulla. Para mendoj me na u kujtu neve si cilin veti tash, vallahi thot mua, disi kështu ma mërmenja sa ma mirë, ai tjetri kështu ma mërmenja sa ma mirë, ai treti tjetër mendim kështu mëra. Ne adhurojmë Allahu subhanahu wa taala të ndershëm vëllezër sipas rregullave në Kur'an edhe sipas rregullave në sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu në Kur'an thot: "Ja ayyuhalladhina amanu", o ju që keni besuar, ati'u Allah, respektojeni Allahun, wa ati'u Rasul, e pastaj respektoni Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, wala tubtilu a'malakum. Edhe mos i shkatroni, mos i përzini veprat e juaja, me atë që është e vërtetë dhe me atë që është e pavërtetë, ose me atë që është e mirë dhe me atë që është e ligë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë hadith e transmeton Aisha radhiyallahu anha: "Men amila amalan", ai njeri ose ai musliman që e bën një vepër, "Laysa alayhi amruna", mirë po ne nuk e kemi urdhëruar, kështu thot Muhamedi islam, "fa huwa raddun", ajo vepër është e refuzuar. O sa dush në tjetë e bukur dhe e mirë. E ka kërku Zoti? Jo. E ka kërku Muhamedi islam? Jo. E ka vepru? Jo. E tash ne me në kujtu neve për dit nga një vepër me eshtu, kështu këtu o problemi përse. Në fejë nuk gëdzem në me shtu, as me paksu. Se feja nuk e jona. Feja në Allahu Gjellëshanuhu
Do është të me thonë, jo që nuk e jone, feja islame e jona si feja, mirë po nuk e kemi mendu ne. Por Allahu Gjeleshanuhu me regullat e veta në ka obligu me e adhuru. E pastaj që ata obligime që i kemi në përmet Kur'anit, ndoshta paka shumë duhet mi spjegu Muhamedi a.s. në përmet hadithit. Edhe neve në bon meselet dhe çështjet më të qarta. Mirë po ne me shtu, me thonë, vallahi be, që 1400 vjet, 5 namaze. A ka mundësi, ose mi paksu, ose mi shtu, nuk ka mundësi. As mi paksu, as mi shtu. Për shembull, Ramazanit, mi aboti si, nuk mundet. Ka rregulla bazike që janë në Kur'an edhe janë sunetin e Muhamedit Islam dhe pikë. Mirë po, a ka njerëz në botë që pretendojnë me ndryshu fejnë? Po. Si pas vendit, thonë, si pas jetës, si pas shekujve, o gabim. Edhe ne as kënd nuk e kemi ndalu, as Allah nuk e ndalon me jetu si pas shekujve. Për shembull, para 200 vjetëve, mobili me siguri shkon haram, 100%, a më ta shumë e lejume. Që ki telefonin që i gina. Para 200 vjetëve. Televizori, për shembull, para 40-50 vjetëve, ka qenë problem. Çka kjo? Mirë po, ta që jemi në vitin që jemi, 2021, para mendojmë vitin 2100. Unë e shembull, s'ka me qenë gjallë, bajke vite ka. 120 vjetë, kush jeton shumë. Mirë po, ai që ka me qenë vendin tim, për shembull, kur të fole, ai xhamatin do shta, atë hoxën ka me po në përmor, ketë, si në video, si në televizor. S'ka me qenë interesant. A më tash mi ju thonë unë, thonë, jo, si ka muzikë, për ka me ardhë dita. Edhe, ku zonë, so problem. Pse? Se Allah dhe lëshan në ka mundësuneve me studio, me përparu kri puna. Mirë po, kjo diçka tjetër. Une jam duke thonë në fej, o vëzër, në fej, nuk gudzem me ndryshu për gjonë. Ama në jetën normale, shemu, deri dje kemi angë ndryshë, ta që kemi ndru pak. Ato lojshmërit. Po, pleçnit e ta, shemu dhe për ato fshatrët kanë punu, si kanë angë, do shta, ata lojshmërit e pemve dhe perimeve dhe pse në fshat veti kanë ba. Shukur që i kemi një tash me bollëk. A është e vërtet e jo? Në më thonë, koha nuk ndryshon, që e koha? Mirë për njerëzit në brenda kohës, të aso që kanë mundësi me përparu ma shumë ose ma pak. Ka dallim se ne si e zhvillim jetën, a punem ma shumë, a punem ma pak, a mësëm ma shumë, a mësëm ma pak, a flejmë ma shumë, a flejmë ma pak, ajo kiton në dorën tonë. Mirë po, feja si fejë, nuk gudzim në me lujt, ose e qëmë vend, ose nuk e qëmë vend. Unë e mund dhe me thonë, Allah e bedisi, nuk mund, shembo, nuk mund dhe ma agjeru. Ama mësë mund do t'ja agjerimin, prej 30 dit me e bo 15. Mësë mund do agjerimin prej një mësak deri në akshama agjerimin, dhe mësë banë deri një kindime e bo, nuk mundet. Në këtë po du me thonë. A ka njerës në botë, që mundohën, jo me në shkurtur, diçka të fesh, me në largu, me hek, me të regu se si të mërzitshme, si të prapambetur, po me posë muzikit fej në hekin. Aman, kjo botë, ke kretë mundish me hek, ama pa fej, hiç s'ka kuptim. Kjo botë, qëto, se di ta shakton, s'to zemra, shpirti, nuk e di kua. Kur rri, nuk e di.
qatë shpirt, o vallahi nuk mundush me ushqi përpose me fejnë, me kur gjatë tjetërit. Ti lukësit që ka të dushje, ama shpirtit, si më stabilizosh me fejnë, pse Allahu e ka dërgu këtë fejnë në përmet Muhammed e Islam, për çka? O, neveve me në knaqë, neve njerëzit miratu. Allahu nuk ka nevoj as për fejnë, as për kamp, as për njerës, as për ajr, as për lum, as për liqen, as për krip, as për sheqer, as për gurgjan. Ama njeriu ka nevoj për të gjitha këta. Në më thane e besem Allahun si pas asaj që Allahu e ka urdhëruar në Kur'an dhe si pas asaj që e ka urdhëruar ose në mësuar Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pyetja tjetër të ndërshëm vëzër, Allahun ne kur e besojmë, Allahun ne kur e adhurojmë Allahun subhanahu wa taala nga friga, i frigojmë i Zotit, apo nga shpresa se Allahu dhe lëshanu në përmet adhurimit tanë në dërgon në xhennet. A është e lejuar me adhuru Allahun me e falë namazin pse unë dhe ju i frigohemi Allahut? Është në rregull. Sepse Allahu vetë thot në Kur'an, "Wad'uhu khawfan wa tama'a", adhuroni Allahun me frikë të ati dhe me shpresë, sa Allahu dhe lëshanu me veprat tona që i bëjmë, shpresojmë të him në Jannatul Firdaus, inshallah. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "As'alullah al-jannah", kërkoj që Allahu të më dërgon ose të na dërgon në xhennet, "wa a'udhu min adhabin nari", edhe kërkoj dhe elus Allahu dhe lëshanu që të na mbron nga zjarmi i xhehenemit. Të ndërshëm vëzër, imponohet në këtë që e thamë, se shumë herë përmendë Allahu subhanahu wa taala, pastaj Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, në këtë rast të gjithë pejgamberët. Nëse neve si muslimana bën dikush një pyetje, thot pse Allahu fuqiplot i ka dërguar pejgamberët? Ne duhet me avon një përgjigje. Mirë, po përgjigja paka shumë duhet me qenë edhe në aspektin fetar në rregull, mirë po edhe logjikisht të ketë kuptim. Shembull, unë tash një pyetje tjetër. Pse në shkollë duhet me pas arsimtar? Pse në xhami duhet me pas hoç? Pse në kompanijat janë firë duhet me pas drejtar? Pse? Ullët tash edhe mendohë. Ullët edhe njëri mendon, mirë në shkollë, kena me shku në zonësit, kena me ndajt prind shtatë e gjithërin një, pa arsimtar. Çka mund me bëjmë pa arsimtar? Pa pas dikush që të mëson, të edukan, të udhëzon. Asgjë. Allahu dhe lëshanu prej në fillim, kër e ka kriju njeriu, a e din çfarë krijesa ka kriju, që njeriu ka për të ri, ose vullnet ndonjëherë ka për me qellu, mirë po ka dhe mundësi ta gabon. Edhe tash për mja të regu dikush rrugën e drejt njeriu, që sepse njeriu shumë herë qahet, unë se kam dit, po, ti se ke dit, normal, se ke dit, po, e vërteta, mirë po ka ardhi pejgamber me emrin Adem, edhe ti ka spjegu disa rregulla. I ka thonë kësoj këtë emën, ja ka vëndu kësoj këtë emën, e ti tash e dim. Dardh, nuk bënë bostan. E ti nëse donë me bënë e banë, ama kitë dunja e kanë me qesh. Wa allama Adem al-asma'a kullaha. Allahu ja mësoi Ademit të gjitha emrat. Allahu Kur'an thotë: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula." Dhe ne I dërguam secilit popull nga një pejgamber. Secilit popull, secilës gjumë që flitet, është folë, në botë e kemi dërguar nga një pejgamber.
Ama çka i kanë mësuar pejgamberët ata popujt e tyre? Eni budullahe, që ata popuj ta besojnë Allahun si hak, si të vërtet, washteni bu tagut, edhe të largohen nga mundësia për mi te i kalu rregullat që Allahu i ka caktuar në këtë botë. Sepse njeriu ka prirje mi te i kalu rregullat. Edhe shumë ka dëshirë njeriu, edhe shumë herë, edhe shumë shpesh i thën rregullat. Për shembull, pak ju të rritë, e keni po njeriu, keni po në futball. Në kretë që jemi në publike shohim që ka dalë aut topi. Ai futballeri dhe e shef. Ama mundohet me pas mundësi pin aut e gol. Edhe e quna ja. Derisa ai flamurin, ai gjikatësi i ndeshjes thot jo. Ai sudia thot jo. Nuk ka se aut. Po ti si njeri, a nuk të vjen turpa, nuk të vjen marrë, si kitë dënjoj e shofin që a jashtë, ti mundohesh, jo beske, që veç njeri ju këshat. Plus tashme me këto kamerat, me të kitë të shofim që jashtë ma topi, jashtë, ti mundohesh me thonë brenda ke. A ti vetë ti që jashtë. Që kjo njeri ju. Më thonë, donë me bon të qka, se ka prirje shumë keq me bon. Ama ka prirje edhe shumë mirë me bon. Njeri ju, kodrat e mdhaja në botë i ka bo rafsh. A atje ko është rafsh ka bo kodr. Të ndërtesat e mdhaja në botë. Kush i ka ndërtu? Njeri ju. Po disa kodrat mdhaja që i kanë qenë, rafsh ka bo. Du më thonë, ka prirje. Allahu njeriut në ka kriju i ka dhonë mendje. Mirë po, i ka dhonë edhe fej. E këtë fej ja ka spjegu në përmjet pejgamberëve. Të më thonë pejgamberët, Allahu Gjeleshanu i ka dërgu që të na udhëzojnë në fejnë e drejt si duhet të besojmë Allahu subhanu ta'ala. Puna e tyre kjo ka qenë. Ta udhëzojnë njërzimin, të ja shpjegojnë njerëzimit çka është e mira dhe çka është e liga. Sigur tash për shembull që kemi nevojë ndonjëherë me shku te hoxha për diçka, ndonjë mesele se lloj-llojshmëri të çështjeve dalin. Ne këtë dim se harami halali, po. Ka çështje që janë dihen se haram janë, të ndaluar dhe ka çështje që dihen se halal. Mirë po ndërmjet halalit dhe haramit shumë herë ka umurën mushtabihat që quhen çështje të dyshimta. Edhe tash duhet hoxha me dhon fetva. Po çështje të dyshimta jo. Nuk e dim tash Allah haram edhe ka çështje shembull që mjekut i takojnë me dhon fetva. Ka çështje që gjykatësit i takojnë me dhon fetva. Mirë po, secili e jep fetvan për me udhëzu njerëzimin ka e mira ose me e largu njerëzimin nga e liga. Këtë obligim e kanë pas të gjithë pejgamberët alayhimus salam. Prej të Ademi alayhis salam deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sa thot wal anbiya ikhwa. Të gjithë pejgamberët kanë qenë ndërmjet vete vëllezër, wa dinuhum wahidun, edhe një fe e kanë pas. Të ndërshëm vëllezër, pyetja tjetër që kanë drejt krejt njerëzit në botë me e bo, te besimi, sepse realisht besimi është ajo që neve na mban të fortë në fejnë tonë. Mirë thot, çka është besimi? Si ta besojmë Allahun Gjeleshanu? Kush e krijoi këtë botë? Pse e krijoi këtë botë? A ka mundësi edhe dikush tjetër ta kishte ndihmuar Zotin? A ka mundësi Zoti veç vetë me bon këtë
që e ka bon. Edhe ne kur gjanë nuk shofim nga ajo që është. Ata qejt, ata i kene ndëgjone nga paket. Ta që ka njës njerëzit, unë ndëgjove dhe lezova i pasaniki më i mathej, Bezos, po shkon të në hamë. Edhe i kishtë thonë dikuj tjetër, po të marrë dhe ti hedije si dush marrë me mu. Para me ndoj, unë kujtova, thash, me po, me më thirë mu, s'ka shansa me më thirë, po që pa thamë? Se mu ka kujtova, dhe njeri kur do me shku dikune, e thotë, oj, shala, më thirë dikush. A, du të mu kujtua, a kësha hip në ta njën kosmike me shku atja, jo. Që shembu? Të më thonë, që njeriu ku ka rrit, njeriu. Me shku dikun që njeriu. Para me ndë Allahu. Qëka ka kriju? Mirë po, ne, shumë pak dim. Mirë po, shkenca nga dal, është të mundu mi izbulu, sendet dhe qëshkit. Mirë. Llojet e tauhidit, llojet e njësimit. Për shembull, Allahu Gjeleshanu thotë në Kur'an, Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falëndërimi i takon Allahut, Zoti i botrave. Bota e njeriut, bota e gjinve, kjo bota tjetër, nuk ka një domethënë. Apo ne, a mund me ditë ma shumë se tash nuk mundim. Ka mundësi njeriu, ka pas kohë me përbarumi, pro prap diçka ka me qenë e paditur, sepse njeriu, si pasaj që e zbulon dhe studion edhe informohet me diturit të lloj-llojshme. Thot, njësimi duhet me besu Allahun Gjeleshanu, se Allahun Gjeleshanu e krijoi njeriu. A ka mundësi dikush tjetër në botë me kriju njeri? Është çështje e komplikume. Mirë po na musliman shumë kollaj kemi, nuk mundet. Pse se Allahu Gjeleshanu kështu e ka thonë diku. A ka mundësi njeriu tash këto vite ose pas 100 viteve me kriju njeri? Ti mundesh me vizatu me robotin, e ban robot. Ti krijin disa punë, i thua e obligon. Bara një kafa i robotit. Tak. Ta bjen kafa. Hekuras me i pantollët. Ç'tu ka marrë koha ti? Se tash kina problem në për shembull me gratë. S'mi ki pe glatë, i kun pe glatë, ajde. I ki koros, ma ki bon pukën, për në unë punoj, pse me ta po? Edhe për para, burat kanë punu gratë të shpia, ma ta që gratë ma shumë pun janë. Në pjen neve me bo pukën. Mirë po ka marrë koha. Si njerë ka mu të dukë? Qatë krijim që e ka bon njeriu? Ama s'jo mërmendja juve, tash pak me mende. A mundet njeriu me kriju njeri? Njeriu me kriju njeri. A i mundet me bon. Ama nuk mundet me kriju çka Allah ka kriju. Sepse pra baza që unë jam duke bon diçka, e marrë të krijimi Allahut. Por atë shkak ne besojmë se Allahu është i vetëm në krijim, nuk ka tjetër. Kësa i thonë tauhid ar-rububiyya. Nuk ka mundësi dikush tjetër me kriju përpos Allahut. Që këtë mërmerin, njeriu e ka bon. Ku e ka marrë këtë? Në tokë. E po kush e pas ka kriju këtë? A njeriu o Zoti? Gjithë shka kthehet e Zoti. Dhe më thonë, ka mundësi njeriu,
Allahu dhe shani I ka dhënë mendje, I ka dhënë logjik, studione përparon, këtë në rregulla. Mirë po, nuk mundet njeriu me kriju dhe me ju bë ortak Zotit. 50 firmën. Ajo firmë të shtonë, s'ka 50. Ka 51 me 49. 51% kush I ka drejtor general, ai vetët. O drejtori drejtorave. A 50, a keni dëgjuar dikun? Kush vetët? Edhe ne mundmi, a mirë po ortakëri, disa çështje që Allahu I ka ekskluzivisht të vetat, nuk kemi çka përzihemi ne, edhe pse njeriu mundohet ndonjëherë me bën diçka që realisht nuk është e vetja. Thot Allahu ente Rabbus samawati wal ard, Allahu është Zot I qiejve dhe tokës. Kjo, do më thonë, besimi ose njësimi Allahu subhanahu wa taala në krijim dhe në sundim. Prap të sundimit, të dashëm vëllezër, ka sundim që Allahu e ka në dorë dhe ka sundim që njeriu e ka në dorë. Mirë po, nuk krahasohen ta. Krijon Allahu, krijon njeriu, nuk krahasohen. Din Allahu, din njeriu, nuk krahasohen. Nuk mundesh me krahasu diturinë Allahut me diturinë njeriu. As sundimin. Allah sundon njeriu, sundon më shumë se 1000 vjet, nuk mundesh me sundu. Sa do të qej fort një ditë shkon. E keni pa, u mundohem tash si para 10 viteve nuk mundem. Edhe shumë ju për ju shkëmë. Ama unë kur I kam pas 22 vjet, lene kur I kam pas 22 vjet. Po unë kur I kam pas 15. Po, kjo histori. Njeriu ndryshon, Allahu nuk ndryshon. Në këtë po du me elaboru mirë, se Allahu ndryshon krijuesi. Allahu ndryshon sunduesi. Po marr parasysh se edhe njerëzit krijojmë diçka që Allahu na ka dhënë mundësi, edhe sundojmë normale, se Allahu ndryshon e ka caktuar njeriu në khalife, sundues, zavendësin e tij në botë për ta sunduar se zatën Allahu pse e ka kriju botën. Por njeriu e paramendoj njeriu sa neglizhues është, sa jo falemnderues është. Kretë Allahu këtë çka e shohim. E dime, nuk e dime, e shohim, nuk e shohim, e ka kriju për njeriu. Që njeriu të jeton një jetë normale, të kënaqet. Në këtë botë. Mirë po njeriu e kundërshton Zotin, e lufton Zotin, organizon në 8 ditë nuk flen, si ta shkatron fejnë e Zotit, si të nënshmon krijesat e Zotit, si të vret krijesat e Zotit, kështu më radhë. Pastaj e kemi tauhid el-uluhiyye. Kjo ka bëj me besim tash. Thot njësimi Allahut në adhurim. Cilin e adhurojmë ne? Ne adhurojmë vetëm Allahun fuqiplot, askën tjetër. Edhe nuk bën me I përzi punë se dalim në shirk, në ortakri. Wa ilahukum ilahun wahid. Edhe Zoti juaj është një I vetëm. La ilahe illa hu, nuk ka Zot tjetër të vërtet përpos Allahut fuqiplot. Huwa ar-Rahmanur Rahim. Është ai, është Allahu, është mëshiruesi dhe mëshirbësi. Edhe lloji I tretë I tauhidit I njësimit I njëshmërisë është besimi se Allahu xhaleshanu ka cilësi edhe emra. Kemi dëgjuar, kemi folë, kemi shpjeguar, keni dëgjuar se Allah I ka 99 emra. Edhe nëpërmjet emrat Allahu xhaleshanu adhurohet, edhe lavdrohet, edhe ka cilësi. Mirë po Allahu në Kur'an thot lejse kemithlihi shay, asgjë nuk është si Allahu, wa huwa as-sami'ul basir. Mirë po Allahu ndëgjon dhe sheh. Mirë po askush nuk I përngjan Allahut. Mirë po Allahu ndëgjon dhe sheh.
njeriu dëgjon dhe sheh, mirë po nuk ka njësoj. Me isë nuk krahasohet. Sa përqind njeriu mendon dëgjon, lene, kjo nuk krahasohet me Zotin. Ti mundesh me krahasu njeriu me njeriu. Ki sa dëgjon, sa sheh edhe ki tjetër. Ki po shkon te mjeku, kur dalim, unë nuk shoh, ti nuk sheh, nuk shoh e mirë. Kur dalim, njanit syzat më trasha, njanit më të holla. Pse ki nuk sheh larg, ki tjetër nuk sheh afër. A normala. Mirë po, nuk më krahasu me Zotin, se kush sheh ma shumë, kush sheh ma ja. Do më thonë, Allahu dhe lësan ka cilësi dhe ka emra. Mirë po, Allahu nuk krahasohet me njeriu. Mirë po, Allahu thot për Islam, yanzilullah fi kulli lejletin ila sama'i dunya. Allahu zbret çdo natë në qiellin e kësaj bote. Edhe thot, a ka dikush që kërkon falje t'ja fali? A ka dikush që pendohet, që bëj nasib pendimi? E kështu më radhë. Mirë po, se si zbret Allahu dhe veçanuhu, Allahu alem bi murad. 5 minuta. Mirë, të ndeshëm vëzër, ne si musliman bëjmë lloj shmëri të veprave, të përditshme. Unë jam duke folë tash për veprat në fe, jo për vepra kështu që jemi të lirë me i bë. Mirë, a ka rregulla në vepra? Shembull, po du me fal namazin, ama çfarë rregulla duhet të plotësojmë për të pranuar? Allahu alem, Allahu e din. A na pranon ajo, mirë po, si pas rregullave, ne mendojmë që adhurimin e kemi në rregull. Tash, Allahu na pranon se pranon diçka tjetër. Ama nëse një nga këta rregullat nuk e ke të realizuar, nuk mundesh me thonë, ndoshta ma pranon. Jo, hiç ta pranon. S'ka ndoshta. Shumë herë kemi sqaruar, për shembull edhe me rregullat së bote. Krejt dihet që në punë, në filan firmën duhet me shkon prej 7 e gjys deri në 4. Ti në 4 e gjys tu ka kuptuar shkon te dera, aty unë ko marrë me punu, e se shkon të shtëpia. Prej 7 e gjys tu, rregulli janë 7 e gjys në punë, në 4 e gjys del. E ti tu ka kujtu në 4 e gjys marrë, nuk mundet, s'ka. Edhe ne ka rregull vëllezër, nuk mundesh me I thi rregullat. Shembull, rregulli I parë, me besu Allahu subhanahu wa taala fillimisht. Para se ta falish namazin, dush me besu Allahun fuqi plot. Nëse nuk e beson Allahun, namazi nuk pranohet. E dyta, sinqerisht, me nijet të pastër, me bë veprën, çfarë do lloj vepre që është e lejuar. Nuk mundesh ti për shembull me bë haramin sinqerisht. E kom bo një jetë aty ku e di, me pi pak drogë. Ama sinqerisht e kam, këtë sinqeritet lene dikun tjetër. Do me thonë, këta rregulla vlen vetëm për halal, për të lejuarën, jo për të ndaluarën. Dhe e treta, si pas asoj që e ka vepru Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, thotë Allahu në Kur'an, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu, atë që ua ka dhanë Muhamedi a.s. mereni, wa ma nahakum anhu fantahu, edhe nga ajo që ua ka larguar, largohuni. Nëse pejgamberi Islam na ka urdhëruar diçka, ne veprojmë. Nëse na ka ndaluar diçka, ne largohemi ose e ndalojmë vetveten nga gjuna. Të ndërshëm vëllezër, nuk do zgjerohem në këtë temë ende, sepse kemi shumë çështje me tregu, po e përmend edhe në fillim, ju si xhamat, si popull, si musliman,
këtyre trojeve, këta çështje që i përmenda unë, jam i sigurt që ndoshta jo 100%, sepse çështjet harohen, mirë po mbi 80%, 90% i keni dëgju, ndoshta edhe shumica për juve edhe i mban mend dhe tamam e din se çka jam duke thonë dhe duke folë. Por ne jetojmë këtë botë që paka shumë e përmendëm ne pse Allah e ka kriju këtë botë, ne të ndërshëm vëllezër këtë botë kemi ardhur të adhurojmë Allahun subhanahu wa taala. Mirë po dhe ta jetojmë një jetë normale. Çka në kuptojmë me jetë normale? Me të gjitha rregullat që i dim për të mira. Mirë po, ka një përqindje të njerëzve në botë që nuk duan të jetojnë me këta rregulla, as të Zotit, as rregullat pejgamberit, as rregullat të kambit, as traditës, as gjë. Edhe tash janë ai grupi i cili të gjitha rregullat mundohet t'i thënë. Bile e kundërshton edhe Zotin në krijim. Unë nuk do sa zgjerohem këtë temë, shembull, o Zot, ti më ke kriju mu, ama une nuk më duket vetja që më ke bo mirë. Të doktori atje. 300.000, 500.000, 1 milion, 5 milion euro. Kur ta shofsh, ja kanë ndryshu, ja kanë zgjatë hundën, ose ja kanë shkurtu vesh, njonin, ja kanë bo ma nalt, njonin ma poshtë. Shumë sende. Kjo është ndaluar. Pse? O Zot, së më kinë rejtë mirë, e une më mirë për e baj. Ti kur gjanë s'ke bon. Jo, ti nëse do me kriju diçka, krijojme një njëri me 3 vesh, me një 2-3 hundë, me një 7-8 dorë, bane si kush letër. Apo do me bon njëri, ti, mëse ban veshin, ama njësoj si Zotit që i ka bon. Ose hundin, qëtë hundë, ja, ti mere këtë hundë dhe qëtu. Droja vendit, ta shumë si dela, del mira keqë. Ose dorë, prej këtu me qëtu. E ki batu të filma me 3 dorë, njërë mes atë. A ka hije, më frikët njeri, qëka ka në beki? Nuk i njerë, ma. A ki po njeri që të me bo, do be me ndryshu, nuk mund është me ndryshu. Ti mund është veç vetër me shkatru, edhe që ata njerëzit që kanë me besu verbërisht. Ama Allah të gjonë se një banë, edhe muslimanëve sa do që mundohësh me luftu fejnë dhe neve, ti mundesh me në dopsu, mundesh me në nënshmu, ama vallahi s'mundesh me në fitu. Pse? Nëse jemi me Allahun, nuk mundesh me në fitu. A nëse e lam Allahun, nëse e lam traditat, kur dush, hajde bujrëm se minëherë dërzohen. Ama se e kena Kur'anin, se e kena fejnë, se e kena këtë kambin tonë, traditën tonë, pasha Allah, nuk e kemi problem ma askant. Sepse ne jemi ata që jemi, nuk i him nër hak askujt. Inshallah Allah na uzon edhe të gjithëve së bashku në xhenet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.